Gjykata e posaçme nuk ka ende një vendim nëse do të kalojë për gjykim apo jo dosjen në ngarkim të Ilir Metës, Monika Kryemadhit dhe të akuzuarve të tjerë. Në gusht të vitit që lan pas, SPAK mbylli hetimet dhe dërgoi dosjen në gjykat, por ende vijojnë zvarritjet. Sot ishte prokuroria e posaçme që bëri parashtrimet, ku mësohet se seanca zgjati afro 8 orë. Organi i akuzës ka arritur të lexojë deri më tani rreth 130 faqe, ku kanë mbetur edhe 100 të tjera, të cilat do të lexohen në seancën e ardhshme. Më pas do të jetë fjala e mbrojtjes dhe në fund gjykata do të vendosë nëse do të kalojë apo jo për gjykim dosja. Mësohet se prokurori Sotir Klapi ka paraqitur prova dhe fakte mbi aferat e ish-presidentit, duke shkaktuar edhe debate në seancë. Më herët ishte avokati mbrojtës i Ilir Metës, Kujtim Sakrani, i cili dha detaje nga përplasjet. Ka pasur një tension mes zotit Meta dhe zotit Klapi. Klapi ka qenë i vetëm, nuk është paraqitur kraja dhe dumani, pasi ka relatuar ka qenë i pasakt, qoftë në data, qoftë në momente të ndryshme. Kjo ka bërë që ne të irritoheshim dhe ta ndërprisnim disa herë. Ne jemi në seancë paraprake, që duhet të shikoj veprimet procedurale, në momentin kur ata mashtrojnë, si në rastin e lobimit, kur në fakt Meta nuk ka firmosur asnjë dokument. Ata relatojnë fakte të cilat interpretojnë dhe prokurori tha, unë do t'i relatoj, por këto nuk janë prova. Ne duam akuzat konkrete për zotin Meta, Kryemadhin e të tjerë. Si mund të vijojë prokurori pa listën e provave? Ne irritohemi ndaj çdo paqartësie që prokurori bën në relatimin e tij, sqaroi avokati. Ndërkohë SPAK ka shtuar arsenalin e dyshimeve të ngritura ndaj ish-presidentit të Republikës, pasi në mes të provave ka edhe një letër porosi të mbërritur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Struktura e posaçme pretendon të ketë zbuluar një shumë prej gati $280.000 amerikan, të përfituar në mënyrë të paligjshme dhe që lidhen me ish-presidentin, në akuzë për 3 vepra penale. Bëhet fjalë për kontratën e konsulencës me kompaninë GSIS, që i shtohet shumës fillestare për të cilën ishte ngritur akuza. Sipas akuzës, Meta akuzohet për korrupsion në 3 raste të ndryshme, 2 prej të cilave i ka kryer në bashkëpunim. Ish-presidenti akuzohet për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror ose të zgjedhurve vendor, pastrim parash dhe mos deklarim pasurie. Ish-bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi akuzohet për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë shtetëror në 2 raste, pastrim parash dhe mos deklarim pasurie. Piro Xhixho akuzohet gjithashtu për korrupsion pasiv të funksionarëve të lartë, të kryer në bashkëpunim, kurse mamaja e Monika Kryemadhit, Fatime Kryemadhi, akuzohet për pastrim parash, së bashku me Ema Çokun.